Zoti I bëri robërit e Sionit të kthehen, na u duk si ëndër. Atëherë goja jon u mbush me qeshje dhe gjuha jon me këngë gëzimi. Atëherë thuhej midis kombeve Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ta. Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ne dhe jemi tërgëzim. Bëj të rikthehen robërit tanë, o Zot, ashtu si përrejnë në jug. Ata që mbjellin me lot do të korrin me këngë gëzimi. Vërtet, ecën duke qarë ai që mban faren që do të mbillet, por ai do të kthehet me këngë gëzimi duke sjell duajt e tij. Në qoftë se Zoti nuk ndërton shtëpinë, më kot lodhen ndërtuesit. Në qoftë se Zoti nuk ruan qytetin, më kot e ruajnë rojet. Është e kot që ju të qoheni heret dhe të shkoni vonë për të pushuar dhe për të ngrënë bukën e nxjerrë me punë të rëndë, sepse ai u jep pushim atyre që do. Ja, bit janë një trashëgimi që vjen nga Zoti, fryti I barkut është një shpërblim. Si shigjeta në duart e një trimi, kështu janë bit e rinis. Lum ai njeri që ka kurkurën e tij plot. Ata nuk do të ngatërrohen kur të diskutojnë me armiqtë e tyre te porta. Amen fjalës të Zotit. Lavdërojmë Zotin për fjalën e tij të shenjtë. Aleluja. Kisha jon futet në një betejë e lutjet dhe agjerimi 3 ditë duke kërkuar Zotin me kërkesat që kemi, me kërkesat që të shëroj Zoti, të bekoj Zoti, të rimëkëmb Zoti, të kthej të larguarit, kërkesa serioze që kanë të bëjnë patjetër me trupin e Krishtit, me vëllezërit dhe me motrat. Dhe gjithmonë një agjerim është një armë e fortë frymërore. Lutje, agjerim janë armë të forta, aq më tepër lutja me agjerim që shohim në fjalën e Perëndis shumë shembuj ku populli I Perëndis merrte fitoret nga Zoti kur futej në betejë agjerimi dhe lutjejet, ku nuk është edhe kollajt. Don betejë kjo, don kërkosh, don pranin e Zotit, don hirin e Perëndis. Dhe gjithmonë shohim në zemrat tona kur populli I Perëndis merrte një pozicion të tillë, këtë pozicion të përuljes, pozicion të kërkoj Zotin, të lutjes dhe të agjerimit, dhe gjithmonë Zoti bekonte. Dhe kjo është shpresa jonë, vëllezër dhe motra. Ai është shpresa jonë. Kur ti shoh zemrat tona të përulura, kur të shoh zemrën time të zbutur, të coptuar, të vinë të banoj në te. Ashtu sikur se thot fjala e Perëndis, se unë banoj në vende të larta, në vend të shenjtë, por banoj edhe në zemrën e butë dhe në atë që ka frymë të përulur. Dhe gjithmonë kur zemra zbutet dhe kur lotet dalin nga syt e besimtarit, ky është bekim I madh, sepse Zoti I dëgjon lutjet e tij. Një dhe që lutet me një dhe që vaditet me lot lutjejet do të jape shumë fryt. Kur dheu laget, kur toka jote, kur jasteku I lutjes tënde laget nga lotet e zemrës sate, lotet të cilët derdhin përpara Zotit, vëllezër dhe motra, natë ditë. Kaq më tepër tani që kemi këtë betejë të lutjes dhe të agjerimit, ku sigurisht shohim, sikur se pam në shkrimin, popullin e Perëndis të marr fitore. Shohim anën profeteshën që ta adhuroi Perëndin me agjerim dhe me lutje. Domethënë, mënyra e adhurimit të anës, mënyra e adhurimit të Perëndis nuk është vetëm lutja, por është lutja dhe agjerimi, dhe mundësisht agjerime. Dhe mundësisht në këtë pikë ku flet për anën, thot nuk largohej nga tempulli natë e ditë duke adhuruar Perëndin me agjerime dhe me lutje. Domethënë agjerim dhe lutja dhe nuk largohem nga kisha për ne sot.
Nuk largohem nga aty ku është i mbledhur populli i Perëndisë. Për këtë arsye kemi lutjet, vëllezër dhe motra, Perëndia të na ndihmojë që të marrim pjesë dhe të këllthasim drejt Perëndisë, të therrasim atij. Në tjetër vend të shkrimit shohim se si populli i Perëndisë kërkonte mëshirë dhe hir nga të bëj Perëndia për popullin, për familjet e tyre, për bijtë dhe bijat e tyre. Dhe gjetëm thot hir dhe mëshirë. Lutjet, agjerimet e Danielit, të cilat vinin përpara Zotit, por edhe në kishën e parë apostolike shohim vëllezër dhe motra se si vëllezërit gjendeshin thot dhe shërbenin brenda në kishë dhe agjeronin. Dhe kur të shërbesh në popullin e Perëndisë, në kishën e Krishtit, shërben, do më thënë, ofron nga ato që Perëndia të ka dhenë mundësit, që Perëndia të ka dhenë dhe i sjell përpara popullit të Perëndisë dhe vepron në atë që bën Perëndia dhe mundësisht me agjerime dhe lutje, Zoti ka për të zgjedhur për një vepër të veçantë dhe do të dërgojë në një vend të veçantë që ai din se ku. Dhe sikur se agjeronin thot, tha fryma, tha Barnabës dhe Saulit. Saulit Palit, thot që kisha t'i dërgonte për veprën që kishin përgatitur dhe përsëri vëllezërit, përsëri trupi i Krishtit me agjerim i përkushtoi këto vëllezër në hirin e Perëndisë. Pra, agjerimi është një pjesë e jetës frymërore të krishterit. Nuk është e lehtë, e them përsëri, për mishin e njerëzit kjo. Nuk është e kollajt që trupi të nënshtrohet, të nënshtrohet njeriu. Dhe të gjithë ne shohim nga vetja jonë dhe unë duke parë veten time flas kështu se sa herë do të futem në një betejë që të kërkoj të gjej hir nga Perëndia. Por nëse marrim pozicionin e përulur, Perëndia do të na lartësojë në praninë e tij dhe do të shohim madhështinë e Zotit. Do ta lavdërojmë dhe do ta falenderojmë. Tjetër kund përsëri Jezu Krishti thot tek dishepujt e tij, të cilët nuk mund të dëbonin një demon, sikurse një baba çoi djalin e tij që të dëbohet një demon prej tij tek dishepujt. Jezu Krishti kishte marrë 3 dishepujt në mal, kurse të tjerët, 9 të tjerët ishin poshtë, pra të mos qëndrojmë poshtë për të ngjitemi për në mal, të vim në kishën e Krishtit bashkë me Krishtin, do ta shohim të shndërrohet përpara nesh dhe do të dëgjojmë zërin e Atit që të na thotë ky është biri im i dashur. Këtë dëgjojeni. Dhe sikur se ishin ato të 9-tët aty poshtë ku ishin, shkoi ai baba me fëmijën e tij, ku ai njeri me zemër të coptuar mori fëmijën dhe e çoi dhe ju tha se ka demon fëmia im. Sepse babai dhe nëna kanë lutje të veçantë për fëmijën e tyre tek Perëndia, sepse del nga të përbrendshmet e tyre lutja. Për këtë arsye lutja jon, veçanërisht për të rinë që do të bëjmë, Perëndia të na jap këtë dëmshuri të prindërve, aq sa jemi prindër të gjyshërve, ato që janë gjyshër dhe gjyshe, por dhe të gjithë kishës që të kemi dëmshuri për këto fëmijë, që t'i sjellim përpara Perëndisë, që Zoti t'i bëjë shërptor dhe shërptore në kishën e Krishtit. T'i ruaj nga bota, nga vullneti i kësaj bote, dhe t'i dërgoj për veprën që ai din, vepër të mrekullueshme të ditëve të fundit. Për t'ju them dhe diçka vëllezër dhe motra, të gjithë ato fëmijë që kanë ikur dhe që ishin dikur në mes nesh, t'i shohim që Zoti t'i sjell përsëri në mes të popullit të Perëndisë. Për këtë arsye të therrasim Zotit që t'i kthej dhe të shërojë të sëmurët tonë, që kemi këtu emrat e tyre dhe i themi çdo ditë tek Zoti, të therrasim për të sëmurët që Zoti t'i shërojë. Dhe sikur se Krishti zbritin nga mali dhe i pa dishepujt, që të mos mundnin të dëbonin ato demon nga ai fëmijë, Zoti erdhi dhe dëboi, u çlirua ai fëmijë dhe dishepujt të habitur thanë, ma përse o Zot ne nuk mundemi. Dhe Zoti ju tha se ky brez nuk do të hiqet, nuk mund të dëbosh këtë demon veç se nëpërmjet lutjes dhe agjerimit. Sa rëndësishme është lutja dhe agjerimi. Te ky psalm 126 thot,
kur Zoti, thot ky psalmisti që tha këtë psalm, kur i Zoti i bëri robërit e Sionit të kthehen, na u duksi në ëndër. Pra kur Zoti i ktheu, domethënë është njeriu i Perëndis kur ti shoh të robëruarit të kthehen. Kështu ka parë veprimin e Perëndis dhe dëshmon se kjo gjë nuk u bën sipas forcës njerëzore, apo sipas ditorisë njerëzore, apo me një dorë njerëzore mbase, por Zoti i kthej. Kështu nuk thot, kur Zoti i kthej thot robërit. Aleluja, Zoti do t'i sjell vëllezër dhe motra. Zoti, kur Zoti do t'i kthej thot, kur i kthej, atëherë goja jon u mbush me gëzim, me qeshje dhe gjuha jon me gëzim. Këngë gëzim. Kështu u gëzua populli i Perëndis, u gëzua kisha e Krishtit, pa ato delet të humbura përsëri në kishën e Zotit, dhe u gëzua shpirti jon. Përse? Ma nuk është fëmia im, po por është fëmia i vëllait tim, është i vëllait ton. Nuk është nipi im, por është i vëllait tim. Është fëmijë i kishës, është vëlla ku në këtë moment është jashtë tufës të Zotit. Dhe nuk flas vetëm për të rinë, por për të gjithë ato që janë të larguar flas. Atëherë u mbush goja jon me qeshje. Gëzimi pra që erdhi dhe që sjell fryma e shenjtë kur dikush kthehet përsëri tek Zoti. Dhe gëzimi i madh bëhet në qiell për një mëkatar që pendohet. Por këtu thot jo një, por robërit, pra janë të shumt ato. Atëherë thonin në mes të popullit, pra bota thoshte dhe dëshmonte. Thonin se gjëra të mëdhaja bëri për ta Zoti. Gjëra të mëdhaja e pan kombet, e kuptoi bota se Zoti e vizitoi kishën e tij. Zoti do ta vizitoi kishën e tij, vëllezër dhe motra. Të jemi këtu të pranishëm. Ashtu sikur se në katin e sipërm të Pentekostis, sepse do të fryjë era pa apritur nga qielli, në një moment, aty ku do të jemi në një betejë lutjeje, betejë agjerimit dhe kërkimit të Zotit, mbase të mpakur, mbase në heshtje që mbetemi, uroj që të jetë edhe në moment këllthitjet dhe jo vetëm në moment heshtjet, dhe do të vijë një erë e furishme dhe të vizitoj vendin ku mblidhemi. Gjëra të mëdhaja bëri Zoti, u mbushëm me gëzim, dhe them përsëri, ky gëzim është i veçantë, është gëzimi që kërkon shpirti i njeriut. Tek paragrafi 4 thot psalmisti: bëj të rikthehen robërit ta në Zot, ashtu si po rrejnë në jug. Dhe vjen tani të na tregoj sekretin ku këto njerëz, kisha e Krishtit, thirri Perëndis me lot për robërit. Ata që mbjellin me lot do të korrin me këngë gëzimi. E them përsëri, ai vend ku është i lagur me lot nga një zemër e përulur dhe e butë, është e pamundur që të mos japë fryt. Kush mbjell pra me lot, çfarë do të thotë të mbjell me lot? Do të thotë të mbjelli fjalën e Perëndis, të vërtetën e Perëndis, të jap fjalën e Perëndis tek njerëzit, në ambientin tim, tek njerëzit që janë larg, tek njerëzit që janë të larguar, tek njerëzit që janë afër apo që janë pranë, por mbjelli me lot. Dhe atëherë ato që mbjellin me lot do të korrin me shumë gëzim. Kjo është gjë e sigurt se do të korrin. Dhe kur të korrin, do të kenë gëzim të madh. Këtë gëzim që dëshmon psalmisti se kishin kur pan robërit që u kthyen, sepse është e sigurt se kishin mbjellur me lot. Kishin mbjell me dhimbje të zemrës së tyre. Kush del? Kush ecën duke qarë që mban faren që do të mbillet, si të dal ku? Të dal nga kufijtë e mi, nga të kaluarit e mirë times, nga ato
mënyra e së jetuarit të jetës së time të krishtere mbase të dal nga ato kufin, t'i këllthas Zotit, ta kërkoj Zotin të bëj një hap besimi drejt Perëndis. Dhe qanë, sigurisht duke mbajtur gjithmonë faren e shtrejt në dorë, sepse pas patëm këtë farë të shtrejt në duar tona, në zemrën tonë, nuk mund të bëjmë gjë. Po nuk kemi pra fjallën e Perëndis në jetën tonë, në zemrën tonë, e mbushur zemra jonë nga fjalla e Perëndis, nuk mund të bëjmë diçka. Ai do të kthehet me këngë gëzimi, thot, duke sjell duajt e tij. Dhe ne duam që Zoti të na jap duajt në duart tona, pra përgjigjen e lutjeve tona. Nëse Zoti nuk ndërton shtëpinë me kot, lodhen ndërtuesit. Dhe nëse Zoti nuk ndërton qytetin me kot, ruajnë rojet. Vëllezër dhe motra, kur Zoti vepron, ne të mos mendojmë se ne ishim diçka apo bëjmë diçka të madhe. Jo, por Zoti bëri hir. Dhe përfundimisht, ai që do të ndërtoj, ai që ndërton kishën e tij është Perëndia. Sado që të mundohem unë, po të mos vi Perëndia të ndërtoj, më kot do të lodhem unë. Për këtë arsye, adhurimi jonë në kishë, por edhe adhurimi jonë i përditshëm ndaj Perëndis, bëhet në emër të Jezu Krishtit, bëhet sipas fjalës të Zotit. Nuk ofrojmë një adhurim që është jashtë fjalës të Zotit, është një adhurim që është në brenda fjalës të Perëndis, një adhurim i vërtet. Nëse Zoti nuk ruan qytetin, më kot rrizgjuar roja. Sa do që ta ruaj vetën time, sa do të kem kujdes. Në qoftë se nuk therras Zotin të më ruaj përfundimisht dhe të ruaj shpirtin tim, asgjë s'do të bëhet. Dhe ne duam të therrasim Zotin në jetën tonë. Një paragraf të bukur që përdor fjala e Perëndis për burrat ndaj grave të tyre, për burrat thot, askush nuk e urrejti mishin e tij, por i shërben atij ashtu sikur se Zoti i shërben kishës. Dhe mundësisht e ngjason ofertën që duhet burri të japë gruas ashtu sikur se Krishti mban kishën e tij. Çfarë bën kishës? I jep ushqim, i jep të haj, marr ushqim nga Zoti, apo rrin shtëpinë time dhe nuk ushqehem nga Zoti. Vinë në shtëpinë e Zotit ku ka ushqim nga Perëndia në emër të Jezu Krishtit që të më ushqej. Dhe kur të vi, e hapi zemrën time që kjo fjalë e Zotit të futet brenda zemrës time dhe të japë fryt, sepse Krishti don të të ushqej, të jap ushqim, të të ndërtoj dhe i shërben, pra e mbron, e ruan, e mbron kishën e tij. Këtë bën Krishti me ne, vëllezër dhe motra. Ne çfarë bëjmë pra? Marrim këtë pozicion dhe themi: o Zot, unë futem poshtë krahëve të tu, vi në mbrojtjen tënde dhe aty ku të adhuron populli yt dhe të lutem më ushqe. Më jep ushqim sepse kam uri dhe është mirë, vëllezër dhe motra, të kemi uri për fjalën e Perëndis. Dhe nëse shoh zemrën time të ngopur ose të mos ketë uri për fjalën e Perëndis, t'i kërkojmë Zotit, vëllezër dhe motra. Zot, më jep përsëri atë urinë për fjalën e Perëndis, atë etje për frymën tënde të shenjtë, që të hapish Biblën dhe të tërheqi çdo paragraf, të më japësh që të më ushqesh me te, o Zot, dhe të më shërbesh ashtu sikur se bën gjithnjë. Ky është rasti nëpërmjet agjerimit që bëjmë shpeshherë dhe nëpërmjet kërkesave edhe të tjerave, jo vetëm të tonave, që gjithmonë është rasti, si ta them, që të njohim pak veten tonë, domethënë si të kthehemi ne të shohim që të kthehemi dhe të afrohemi Perëndis. Nuk është e lehtë të agjerosh, është një betejë që vazhdon me një vendim të gjithë secilit prej nesh që të marrim pjesë. Nëse nuk marr këtë vendim që të marr pjesë në këtë betejë,
atëherë si do të luftoj për këtë? Mund të më duket e vështirë, të mos mundem, 1 ditë, 2, 3 ditë mbase. Por le ta provojmë, le të bëjmë një hap drejt Zotit dhe ta deklarojmë përpara Zotit dobësinë tonë dhe t'i themi jemi të vegjël, jemi të dobët o Zot, por dua të marr pjesë në këtë betejë të mirë, sepse e di se është e pëlqyeshme për ty. Pra atë të lutem, më jep o Zot këtë forcë që të qëndroj në këtë betejë të agjerimit dhe të lutjes. Përpara së gjithash për vëllezërit e mi, dhe e dyta edhe për mua që të kthehet zemra ime tek ti. Të më tregosh o Zot nëpërmjet agjerimit dhe lutjes gabimet e mia, që të shoh përsëri se çfarë është ajo që nuk e bëj mirë, ku kam marrë rrugën gabim, të kujtohem përsëri dhe të kthehem aty ku e bëra gabimin o Zot. Dhe Zoti gjithmonë, vëllezër dhe motra, thot kur s'kam parë njeri që të kthehet me gjithë zemrën e tij tek Zoti dhe Zoti të mos e bekoj. Është mbushur Bibla me shembuj të tilla. Dhe kjo është shpresa jonë. Më kot është për ju të ngriheni herët pa dalë drita dhe të ktheheni vonë, pra në shqetësimet e jetës tuaj. Por Zoti është ai që u jep gjumë atyre që do. Zoti do të veprojë. Zoti do të bëjë gjëra të mëdha dhe mrekullira. Por në shkrimin, vëllezër dhe motra, tham për disa pika agjerimi që bën vëllezërit tonë, edhe në dhjatën e vjetër, edhe në dhjatën e re, por agjerimi, përveç që të heqim dorë nga ushqimi, të mos ham pra, dhe që të përulemi frymën tonë, pra që të zbutet zemra jonë, janë edhe gjëra të tjera të cilat mirë është t'i shohim dhe t'i marrim parasysh mirë që agjerimi jonë të jetë e pëlqyeshme tek Zoti. Do të doja me hirin e Zotit të shifnim pak kapitulli 58 tek profeti Isaia. Bërtit sa të mundesh, mos e kurse, ngrije zërin tënd si një bori dhe shpalli popullit tim shkelit e ti dhe shtëpisë së Jakobit mëkatet e ti. Më kërkojnë çdo ditë dhe dëshirojnë të njohin rrugët e mia, si një komb që zbaton drejtsinë dhe nuk braktis ligjin e Perëndisë të tij. Më kërkojnë gjykime të drejta dhe dëshirojnë t'i afrohen Perëndisë. Ata thonë, pse kemi agjeruar dhe ti nuk ke parë? Pse kemi hidhëruar shpirtrat tonë dhe ti nuk e ke vënë re? Ja, ditën e agjerimit tuaj ju bëni atë që ju pëlqen dhe detyroni punëtorët tuaj të kryejnë një punë të rëndë. Ja, ju agjeroni për grindje dhe mosmarrveshje dhe për të goditur pabesisht me grusht. Duke agjeruar ashtu si bëni sot, nuk bëni që zëri juaj të dëgjohet lart. A është ky agjerimi të cilin i pëlqej, dita në të cilën njeriu pikëllon shpirtin e tij, të përkulesh kokën si xungthi dhe të shtrihesh mbi një shtrat prej thesi dhe hiri? A e quan këtë vallë agjerim dhe ditë që i pëlqen Zotit? Agjerimi që më pëlqen, a nuk është vallë ky? Të thyesh zinxhiret e ligësisë, të zgjedhësh verigat e zgjedhës, t'i lësh të lirë të shtypurit të dërmosh çdo zgjedh. A nuk konsiston vallë në ndarjen e bukës sate me atë që ka uri, në sjelljen në shtëpinë tënde të varfrit pas tre, të veshurit të atij që është lakuriç, pa lënë pas dore ata që janë nga gjaku yt. Atëherë drita jote do të shpërthej si agimi dhe shërimi do të mbi me një herë. Drejtësia jote do të pararend dhe lavdia e Zotit do të jetë praparoja jote. Atëherë do të tharrasesh dhe Zoti do të përgjigjet. Do të bërtasesh dhe ai do të thotë, ja ku jam. Në rast se ti heq dorë nga zgjedha, tregimi me gisht dhe të folurit mbrapsht. Në rast se plotëson nevojat e të uriturit dhe ngop shpirtin e pikëlluar, atëherë drita jote do të lindë nga terri dhe terri do të jetë si mesdita. Zoti do të udhëheq vazhdimisht, do të ngop shpirtin tënd në vendet e thata dhe do t'ju jap forcë kockave të tua
ti do të jesh si një kopësht i vaditur dhe si një borim uji, ujërat e të cilit nuk shterojnë. Njerëzit e tu do të rindërtojnë rrënojat e lashta, dhe ti do të ngresh përsëri themelet e shumë brezave të shkuara, kështu do të quhesh riparuesi i të qaravet, restauruesi i shtigjeve për të banuar në vend. Në rast se përmban këmbën që të mos dënosh të shtunën, në rast se nuk kryen punët e tua gjatë ditës sime të shenjtë, në rast se quan të shtunën kënaqësi ditën e shenjtë të Zotit që meriton nder, në qoftë se e nderon duke hequr dorën nga urdhërimet e tua, nga kryerja e punëve të tua dhe nga të folurit të problemet e tua, do të gjesh kënaqësinë tënde tek Zoti dhe unë do të bëj që të kalerosh mbi lartësitë e tokës dhe do të jap të hash trashëgiminë e Jakobit, atit tënd, sepse goja e Zotit ka folur. Goja e Zotit ka folur. Dhe shumë herë agjerojmë, lutemi, nuk ham, por çfarë nga këto kemi parë, nga këto që lexuam kemi parë të ndreqim. Çfarë kemi parë nga këto që t'i bëjmë? Ashtu sikur se Zoti na thot se i pëlqen agjerimi, nuk na thot mos agjeroni. Don Zoti të agjerojmë sepse gëzohet se është adhurim i Perëndis dhe që kërkojmë fytyrën e Tij. Por cili është pozicioni im përpara Zotit dhe përpara vëllezërve të mi? Dhe thot për popullin e atëhershëm të Izraelit, atëherë profeti Isaia me fjalë të Perëndis thot: "Përse thoni se ne agjeruam o Zot dhe ti s'na dëgjove?" Sikur të ishit një komb që nuk e braktisi gjykimet e Perëndis dhe bëri drejtësi, domethënë bëri vullnetin e Perëndis. Dhe kjo, vëllezër dhe motra, është rrezik në zemrat tona. Unë e bëra vullnetin e Perëndis, por Perëndia pra është detyruar të më përgjigjet. Mos ndodh kjo në ne. Edhe në qoftë se gjithë vullnetin e Perëndis e bëni, thot Krishti, ju shërptor të pavlerë të thoni se jeni. Ma ku ta themi të këtë tjeret? Jo, për vetën tonë ta themi, në zemrën tonë. Edhe në qoftë se e bëjmë gjithë vullnetin e Perëndis, shërptor të pavlerë të jeni, thot. Të thoni se jeni. Dhe apostulli Pietri u thirri njerëzve që ishin në tempullin e Salamonit që shëronte njeriun që ishte që në lindje i qalë, dhe thot të gjitha ato që u bën, nuk u bën nga perëndishmëria jonë dhe as nga forca që kemi ne. Domethënë nuk është se ne jemi kaq të perëndishëm. Kush e tha? Pietri? Ma Pietri tha këtë. Apostulli kombeve, të kombeve që u foli kombeve dhe judejve. Tha një fjalë të tillë se nuk u bë, është i perëndishëm apo nuk është? Është. Por veprimet e Perëndis nuk vijnë nga perëndishmëria jonë, por nga përulja jonë. Nga veprimi që bën Perëndia, që të tërheqim ne mëshirën e Perëndis dhe hirin e Perëndis të përulemi, që të mund të veprojë Perëndia. Por e munduat shpirtin tuaj, thot, një ditë, ditën e agjerimit tuaj, gjendeni duke shijuar gjëra toksore, ju thot. Do me thënë, shijoni gjërat toksore, ndërsa do të ishte një ditë e përkushtuar në mua, thot Zoti, një ditë e përkushtuar në lutje, në kërkim të Zotit, në zemër të zbutur, që të kthehemi, të veshur me thes dhe me hi, do me thënë për ullje do të thot kjo, por ju çfarë bëni? Shtypni të gjithë ato që punojnë për ju. Punëtorët tuaj, dhe më thënë, ato mbi të cilit keni pushtet, shkoni dhe i shtypni më keq. Dhe si ta dëgjoj, më thot, një agjerim të tillë? Si mund të dëgjoj një lutje të tillë? Mos agjeroni kështu, sepse kështu nuk është agjerimi që i drejtohet Zotit. Dhe vjen Zoti të na tregojë, vëllezër dhe motra, akoma një rrugë që do të kemi parasysh kur të agjerojmë dhe të lutemi. Tek 6 thot, agjerimi që me pëlqen nuk është vallë ky, të thyesh zinxhiret e ligësisë. Të shoh pra në zemrën time, vëllezër dhe motra, në ditën e agjerimit, apo sa herë që të agjeroj, të shoh vallë mos kam lidhje të këqija në zemrën time, ligësijet,
mos kam një problem me vëllain tim dhe ka ndonjë rrenjë hidhërimi brenda mejet, o sa keqe është kjo. Një hidhërim në zemrën time, ku po të mos kem kujdes për këtë rrenjë, gjithnjë kjo rrenjë do të rritet, nuk do ta shoh, por do të jetë thellë në zemrën time dhe pa pritur do të nxjerr filizat dhe ato filizat vazhdojnë të bëhen pemë dhe pastaj të them ma ç'është kjo? Të urrej unë vëllezërit e mi, të urrej vëllain tim, po sepse nuk pata kujdes. Dhe vazhdova nga një rrenjë hidherimi të vogël dhe e lash të rritet. Janë ditët vëllezër dhe motra që të kthejmë shikimin ton tek vetja jonë së pari dhe të themi o Zot, kudo që të shoh dhe kudo që të shohim vëllezër, rrenjt, hidherimi dhe ligësijet, akoma dhe me njerëzit e kësaj botet, rreth e qark nesh, të afërmit ton, eja Zot, këtë zemrën time zbute. Është rasti vëllezër dhe motra. Aty ku do të zbutet zemra ime, Zoti të jap mëshirë në zemrën tonë. Kështu bën Zoti tek njeriu i plagosur. Të shkojmë si të plagosur tek Zoti. Dhe Zoti do të vinë si një samaritan i mirë të hedh vaj në plagët tona vëllezër dhe motra. Dhe të heqësh barrët e renda. Ma ku kam vënë të barrë të renda? Tek vëllezërit, tek familja ime, tek njerëz, ku kam vënë pesha të renda? Do më thënë shof njerëz rreth e qark mejet që të kenë pesha të renda dhe me ka dhënë mundësinë Zoti që ti heqi këto pesha të renda. Ju të fortët thot, mbani dobësitë të dobëvet. Ma o Zot, unë s'jam i fort, e mirë, nuk jam i fort një, nuk jam një fort dy, ma kur s'jam, ma kur nuk do të shkoj tek Zoti të më forcoj, kur nuk do të shkoj tek Krishti të më bëj të fort, në mënyrë që të mund të ndihmoj të dobtit në kish, kur? Do të na ndihmoj Zoti vëllezër dhe motra, do të na forcoj Zoti që të marrim barret nga vëllezërit tanë dhe nga njerëzit patjetër të botës, duke ju folur dhe duke ju dëshmuar për Krishtin. Që të lesh të lirë robërit, po, të vinjë vëllai, të më kërkoj falje dhe unë të mos e fali. Nuk të fali. Ma përse nuk më fal vëlla, të më thot, sepse nuk është e ndërgjegjshme pendesa jote. Ma mos ndodh kjo. Të kërkon falje vëllai dhe ti, sikur Zoti të na fal, edhe ne vëllezër dhe motra të falim të tjerët. Të thyesh çdo zgjedh, domethënë çdo peshë që kemi ta heqim. Të ndash bukën tënde tek të uriturit dhe të mbash në shtëpinë tënde vëllezërit të pastre. Shef një të varfër, dhe nuk them të varfër nga ana ekonomike, por është i varfër, është i vetëm. Dhe nuk them vetëm për vëllezërit, apo vetëm për të huajt, por dhe për të dy. Tjetri është jashtë në botë dhe nuk ka Krisht, është i varfër, kurse ti ke pasurinë e Perëndis, ke pasurinë e Krishtit, ke mbretërinë e qiejve në zemrën tënde. Dëshmoje Krishtin, fol për Krishtin, jepi të varfërit pasuri qiellore. Por edhe në kish, shef dikën që është vetëm, shef dikën që është i pikëlluar, i pangushëlluar, që është i dobët, që është i pa forcë, mos i mbyll sytë e tu. Por t'i kërkojmë Zotit të na jap, e dini çfarë do të na japë Zoti vëllezër dhe motra? Fshesën. Fshesën. Jo fshesa të tilla për të pastruar sallën këtu që mirë është, por fshesat që të gjendem dhe të pastrojmë kishin që të gjejmë dhramin e humbur. Kisha është ajo që gjen dhramin e humbur. Pra të na jap Zoti shqetësimin, një shqetësim të ndërgjegjshëm. Pali thot për Timoteun se s'kam më original si Timoteun vëlla në Krisht. Kështu të na japë një pozicion të tillë Zoti. Ndaje pra bukën tënde, sepse është e sigurt se ke bukë nga Zoti, diçka të ka dhënë Perëndia, të ka dhënë Zoti një dhunti. Kush i ndan bukët? Dishepujt ndanin bukën. Ku? Njerëzve të jashtë. Të ka dhënë pra Zoti diçka. Ata që të ka dhënë Zoti,
kujtohu dhe ndaje, jepe bukën tënde, atij që ka uri. Fut në shtëpinë tënde, në zemrën tënde, vëllezërit, kur të shofish të zhveshurin, ta veshesh, mbase nuk mund t'i shofësh të gjithë që kanë nevojë, por një moment do ta shofësh përpara teje të plagosurin. Do ta shoh përpara mejet, të mos marrat pozicionin e priftit dhe të levitit, për të marrë pozicionin e samaritanit të mirë, pozicionin e Krishtit. Dhe gjithmonë të kujtohemi, kur të lëvizim në kish, apo jashtë edhe në botë, akoma më tepër jashtë, por edhe brenda në kish, çfarë do të bënd të Zoti në çdo rast? Shef një grup vëllezërish që gëzohen, bekohen, thënë tani në një tavolin dikun poshtë për shembull aty ku ham dhe pim, dhe një i vetmuar në një cep atje. I vetëm. Ku do të shkonte Zoti, vëllezër dhe motra? Tek ai i vetmi do të shkonte. Tek i vetmi do të shkonte, tek i pikolluari, tek ai që ka nevojë, tek i dobti. I lën thot të 99-ët, 99 delet i lën Zoti, i braktis, jo nuk i braktis, por i lën atje në stanin e vet. Gëzohet me të 99-at që i ka ato, por del dhe kërkon të humbërin, atë që është i plagosur, atë që është i pikolluar, atë që është i sëmur, atë që ka nevojë. Dhe Zoti shkon dhe ushqen. Ma s'kam për t'i dhenë. Le të bëjmë në lëvizjen sipas fjalës të Zotit dhe Zoti do të na japë bukë. Zoti do të na japë frymë të shenjtë që të vadisim. Kur të shofish të zhveshurin ta veshësh dhe të mos e fshehesh veten tënde. Atëherë, ky është premtimi i Perëndis tek paragrafi 8. Ka premtime vëllezër dhe motra agjerimi. Sikur e shohim këtu në këtë kapitull, thot se ka premtime shumë të bukura. Atëherë thot, drita jote do të shërbej si agimi, do të shpërthej si agimi. Shërimi yt trupëror, frymëror dhe shpirtëror do të mbi menjëherë. Drejtësia jote do të pararend, drejtësia jote. Drejtësia ime është një rrobe një llosër, po jo se drejtësia jote nuk do të jetë jotja, por do të jetë drejtësia e Perëndis, sepse do ta kem larguar drejtësinë time, drejtësinë njerëzore që thot lëre të varfrin, lëre të pikolluarin, unë të kaloj mirë, unë të jem mirë, familja ime, jo të tjerët s'më prish punë. Nuk shoh veten time, atëherë si vishem me drejtësinë e Perëndis. Për këtë arsye pararend drejtësia jote dhe lavdia e Zotit do të jetë praparoja jote. Don që të jetë praparoja jote lavdia e Zotit. Atëherë do të tharrasesh dhe Zoti do të përgjigjet. Ma çfarë tjetër duam? Të tharrasim dhe Zoti të përgjigjet. Zot robërit, Zot të kthehen, Zot të sëmurit, të shërohen. Të tharras vëllai për vaj dhe do mos vi kërkush përpara që të lyhet me vaj. Përse se i ka shëruar Zoti. Dhe ti do të bërtasesh dhe ai do të thot ja ku jam. Zoti do të thot pra ja ku jam. Në rast se ti heq dorë nga zgjedha dhe vazhdon tregimin me gisht dhe fjalët e mbrapshta, pra krenaria, që të shfaqsosh veten tënde. Mbase me gisht kur tund gishtin kërcënon, nganjëherë me gisht kërcënojmë, mësuesi, do të bëj mësuesin, do të them unë se çfarë do të bësh. Të gjitha këto janë të përditshmën tonë. Kjo është të tundësh gishtin. E di çfarë do të bësh, nuk jam lutur, por e di çfarë do të bësh. Dhe shpeshherë jemi që i dim të gjitha. Dhe kemi fjalë të themi për çdo lloj rasti, por nuk është kështu. Fjalë ka Zoti të na thotë nëse shkojmë, që t'i kërkojmë të na thotë. Dhe këtu vendos veten time përpara së gjithash. Në rast pra se heq dorën nga zgjedha, tregimin me gisht dhe të folurit mbrapsht, në rast se plotson nevojën të urriturit dhe ngop shpirtin e pikolluar, atëherë vëllezër dhe motra, besoj se është një provojë e të gjithëve të ne kur vajtem tek një vëlla i pikolluar që ta ngushëllojmë. Shkuam sigurisht jo me krenari dhe por me një frymë të përullur, gjithmonë ikëm të mbushur. Përse ikëm të mbushur?
ikëm qoftë të ngushëlluar, qoftë të mbushur, sepse Zoti erdhi dhe na dha, sepse erdhi fryma e shenjtë dhe na dha. Dhe na dha jo që të jemi ne mirë, por që të mund të japim. Por ashtu sikur se ti në atë moment jep, do më thënë bëhesh një vegël në duart e Perëndis që të kaloj fryma e shenjtë dhe të shkoj tek një shpirti i pikolluar dhe tek njeriu pra që ka nevojë, shijon edhe ti qiellin, shijoj edhe unë qiellin. Për këtë arsye gjithmonë jemi të gëzuar. E dëshmojmë kur flasim për Zotin, kur shkojmë të kapim një vëllat, ta ngushëllojmë, ta përforcojmë dhe ikim të mbushur sepse Zoti na mbush. Kjo është përvojë të gjithëve të ne, besoj. Atëherë drita jote do të lindë nga terri. Aty ku do të shofësh terrin dhe shofi me errësirën, vëllezër dhe motra. Por fjala e Perëndis do të ndriçojë në ne, do të jetë një dritë në ne, në një vend të errët. Dhe terri yt do të jetë si mesdita. Do të vijë, domethënë, fjala e Perëndis dhe do të na tregojë se çfarë duhet të bëjmë, aty ku nuk dinim çfarë duhet të bënim. Aty ku shtegu i jetës tonë e shifnim të mbyllur, pa pritur vjen një fjalë e Perëndis. Lexon fjalën e Perëndis dhe fryma e shenjtë të thotë këtë të bësh. Aleluja. Si? Sepse si u bë kjo? Përse? Sepse agjerove dhe u lute sikur se don Zoti. Dhe Zoti do të udhëheq vazhdimisht. Duam të na udhëheq Zoti. Të ngop shpirtin ton në vendet e thata. Kur ka thatësirë pra në ambientin tënd, ti do të jesh i ngopur. Dhe dini diçka, vëllezër dhe motra, se jashtë në botë ka thatësirë të madhe të fjalës të Perëndis, të frymës të shenjtë, por në kish ka pasuri buk me bollek. Dhe do të jesh si një kopësht i vaditur dhe si një burim ujë, ujërat të cilit nuk shterojnë, nuk mbarojnë. Pra zemra jon, zemra ime, ka dy gjendje, kështu të paktën e kam kuptuar. Ose do të jem një kopësht i vaditur, sikur se thot fjala Perëndis këtu, si një kopësht aromash, thot tek Kantiku i Kantikëve, ku në këtë kopësht do të jenë errat, aromat e Zotit, ose si një tokë e përtacit. Thot pra Zoti dikund, thot fjala e Perëndis, kalova në për tokën e përtacit, një tokë që është zemra jonë, ku do kishte gjemba dhe ferra kishin mbuluar gjithë vendin, dhe gardhi ishte i rënë. Do më thënë, në vend të një kopshti, ky njeri kishte një tokë që kishte gjemba dhe ferra. Përse kishte gjemba dhe ferra? Sepse ishte përtac, nuk do të punonte, nuk mori kur vendimin që të luftoj. Çfarë të bëj? Të paktën të rrethoj tokën. Por çfarë? U shemb gardhi, rrethimi dhe u fut bota, u futën dëshirat e tjera në zemrën e këtij njeriu dhe ai njeri vazhdoi të bëhet përtac. Ma ishte një kopësht me aroma të bukura që lulëzonte dikur, por tani është një tokë e një përtaci. Dhe atëherë mësova dhe thash se pak gjumë, pak përtim, pak të kryqëzosh duart, atëherë varfëria jote vjen si korrieri me vrape. Nga njëra anë është ky njeri pra që është përtaci, nëse zemra jonë pra është e tillë, por nga ana tjetër është edhe kopshti i vaditur, sikur tham, thot tek Kantiku i Kantikëve, një paragraf të bukur që më pëlqen shumë. Thot, ngrihu o veri dhe eja o jug dhe fry në kopshtin tim, thot shpirti, në mënyrë që të derdhen aromat e tij të Zotit. Le të vijë i dashuri im në kopshtin e tij dhe të haj nga frytet e këtij kopshti. Shpirti pra që kërkon Zotin dhe ka marrë vendim të luftoj, duke ditur se nëse rrin i palëvizshëm do të kandisët zemra e tij si një tokë e përtacit. Për çfarë? Mori vendimin të luftoj me agjerime, me lutje, që të vinë në kish, të marrë pjesë në marrjen e trupit dhe gjakut të Krishtit, dhe pa pritur, kjo tokë e tij shndërrohet në një kopësht. Në një kopësht sepse ikën veriu, pra ikën bota
dhe fryma e shenjtë në këtë kopësht të shenjtë të tij. Dhe atëherë kopshti im, thot shpirti, nuk është kopshti im, por është kopsht i Zotit, pra shpirt i Zotit, në mënyrë që të derdhen në të aromat e Zotit. Pra zemra jote dhe zemra ime nuk do të jetë me ferra dhe me gjemba, në mënyrë apo të ketë një gardh të shembur, por do të ketë aromat brenda saj, që të vi i dashurim në këtë kopësht dhe Zoti do ta vizitoj kopshtin e tij. Aleluja. Dhe uroj që zemrat tona të japin fryt dhe të jenë kopshte të tilla të vaditura. Përse? Që të haj frytet e mrekullueshme të tij. Që të vi Zoti të shijoj frytet në të që vetë Zoti do të na jap, vëllezër dhe motra. Le të qëndrojmë pra në këtë betejë me zemër të përullur, me një frymë të përullur, me një zemër të butë, por edhe të bëjmë të gjitha këto që lexuam me hirin e Krishtit dhe me mëshirën e Perëndisë, që të vijë Zoti të vizitoj kopshtin e tij. Amen.